Të njëjtën ka dështuar për herë të 16 përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Shkrimtari Çun Lajçi ka reaguar ndaj këtyre zhvillimeve, duke thënë se nuk ka kuvend sepse nuk ka njerëz që e duan atë dheun më shumë se veten. Lajçi përmes një shkrimi publicistik në Facebook ka shtuar se deputetët tallen me besimin e popullit dhe se as Iriçi nuk tallet me therrën, siç tallen ata me popullin. Nuk ka kuvend se s'ka njerëz që e duan atë dheun më shumë se veten. Mos e ndyni gojën, i tha me zë të ngjeshur një deputeti që fliste para kamrave, si të ishte në ndonjë teatër eksperimental. Fjala s'është shaka për ekrane, fjala është shërëtim mëngjesi, është rraj i zemre piskam shpirti, është si e brëndshmja e njeriut që don të çahet si vezë për të lindur zogun e natës, atë që këndon kur bota fle, kur drejtësia hesht e populli harrohet. Ky popull ende s'është gati të vdes, ka ende shtigje për të shkelur, deri te kroshja ku fle gjarpri i ëndrave të shkelura. Se ka bër ende hapin e buburrecit, me kashtëronjë mbi shtëpinë, s'të shfutur akoma në strofullën e urithit, u tha atyre që qeshin pas krave të tij, me kravatet e shtrembërta e buzëqeqet e lodhura. Asun s'kam rënë nga shkëmbi i vashës për të bërë këngë në gojën e vajtojcave. Në doni të bëheni këngë që sarrohet, mësoni frymën e parë të dashurisë që dhëmb, aty fillon atë dheu. Unë nuk kam hipur mbi piramidat e faraonëve, që të më flas syri si heshtja e guackës në ndjedhin e shkretëtirës, siç të flet y rrjeshëm para kamrave. Kujt i besoni ju që si besoni vetes? Ju talleni me besimin e popullit, sikur të ishte ndonjë monedhë e vjetër pa vlerë. Kush duhet të bëhet therr dhe kush i riç? Kush duhet të ngjitet në krahët e një trëndafili dhe kush duhet të lëshoj frytin e kuq, atë që dhëm por që nuk harrohet? Mua s'më shtar ende përshtyma për të përshtyrur urrejtjen e atyre që nuk e duan të vërtetën. Dikush u tall, ose që nga çmendur artisti, ose po luan rolin e të çmendurit. Jo, ai s'luante, ai jetonte si një orakull i verbër që sheh më thellë se të gjithë. Ai s'bën teatr, ai është vetë shpirti i skenës, ku ju nuk guxoni të hyni pa skenar, u ktheu gazetarja që intervistonte deputetët. As sot nuk do të ketë kryeparlamentar, tha me një buzëqeshje të hidhur, sepse as sot do të ketë një njeri që e do atë dheun më shumë se vetveten. Prap dredhoi Rukica për teatrin, aty ku fjala digjet e ringjallet si feniks i heshtjes që nuk mund ta vras asnjë kuvend.